Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, ju përshëndesim përzemërsisht nga studio Radio Marisë së Kosovës këtu në Prishtinë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Ju ftojmë në vazhdim që së bashku të lusim mbrëmësorën. Sot është e premte, java e 18 gjatë vitit liturgjik, psalmet i marrëm nga java e 2 e psalterit. O hyj, më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Në orën 11 të kaluara, merr dita drejt nga mbrëmja, të gjithë me qejf të shpalosim këngën që na thot zemra. Kaloi puna e ditës, ku o Krisht na kishe mbledhur, jepu bujqve të vreshtit, dhuntit e lumnis që u premtove. Ata që i thërret me pag, e që i shpërblen në tardhmen, ne në punë ndihmona, e na ri më këmbë pas pune. O Krisht mbret krejti drejti, ty e Atit ju qoft lavdia, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë, shpëtoje o Zot jetën time prej vdekjes, këmbët e mia prej rënjes. Psalmi 116, falënderim. Duhet të kalojmë në për shumë vështërsi për të hyrë në mbretërinë e hyjit. Libri Veprat e Apostujve 14:22. E dua Zotin sepse e dëgjon zërin e lutjes sime, sepse mbi mua e priri veshin e vet, atë ditë që e thira në ndim. Më kishin rrethuar leqet e vdekjes, më kishin shtrënguar leqet e nën tokës. Më ndrydhen trishtime e dhembje, emrin e Zotit e thira në ndim. Dhe, o Zot, ma shpëtoj jetën. I mirë e i drejtë është Zoti. Hyji ynë është vetë mirësia, Zoti është mbrojtësi të vegjelve. Isha ngusht e ai më shpëtoi. Ktheu shpirtin në qetësinë tënde, sepse Zoti është bamirë si yt. Ai më shpëtoi jetën prej vdekjes, sytë e mi prej lodhëve, këmbët e mia prej rënjes. Do të eci në praninë e Zotit, në tokën e të gjallëve. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Shpëtoje o Zot jetën time prej vdekjes, këmbët e mia prej rënjes. Antifona e dytë, ndihma ime vjen prej Zotit i cili krijoi qiellin e tokën. Psalmi 121, rojtari i Izraelit. Më kur zdo të ken uri, më kur zdo të ken etje, më zdo t'i djek djeli as rrezet e tia. Libri Zbulesës 7:16. Sytë e mi qoj drejt maleve, prej nga do të më vi mua ndihma. Ndihma ime vjen prej Zotit, i cili krijoi qiellin e tokën. Zdo të lejoj të të merën këmbët. Nuk do të kotet ai që të ruan, ja zdo të kotet as do të flej, ai që e ruan Izraelin. Zoti është rojtari yt, Zoti është hija jote. Zoti është në të djathtën tënde. Dielli nuk do të të bëj keq ditën, as hëna natën. Zoti do të të ruaj nga çdo e keqe. Zoti do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj vajtjet e ardhjet e tua, që tani e për gjithmonë e jetë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ndihma ime vjen prej Zotit, i cili krijoi qiellin e tokën. Antifona e tretë, të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kënga krahasuar me librin e Zbulesës, kapitulli 15, rreshtat 3 dhe 4, himn adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot hyj, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti vetmi je shenjti. Të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje.
sepse gjyqet e tua u dëftuan të drejta. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Leximi i shkurtër nga letra e parë drejtuar Korintianëve, kapitulli i 2, rreshtat 7 deri në 10a. Ne predikojmë dijen e hyjit të fshehur në mister, atë që hyje kishte paracaktuar para shekujve për lumturinë tonë, atë që asnjën nga princat e kësaj bote nuk mundi të njohë, sepse po ta kishin njohur, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Por, sikur se thot Shkrimi i Shenjtë, çka syri nuk e pa, e veshi nuk dëgjoi, dhe në zemër të njeriut nuk hyri, atë u bëri hyi gati atyre që e duan. Hyi na zbuloi këtë të vërtet me anë të Shpirtit. Përgjigja e shkurtër: Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati. Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati, I vdekur në mesh, por i gjallë në shpirt. për të na kthyer tek Ati. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Le të të bjerë në mend, o Zot, mëshira jote, si u pate premtuar etërve tanë. Kënga Virgjës Lume, sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, Sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtoren e vetë të përvuajt, qëse që tani të gjitha breznit do të me quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm, i shenjtë është emri i tij. Mëshira e ti brezni më brezni, për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. le të bjerë në mend, o Zot, mëshira jote, si u pate premtuar etërve tanë. Lutjet e besimtarve. Ta bekojmë Jezusin Zot, i cili u ka fshirë lotët atyre që qanin, ai është i mirë dhe i mëshirshëm, së bashku t'ia drejtojmë lutjen tonë. Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd. O Krisht, Zot, ti ngushëllon të përvuajturit. Dëgjoje vajtimin e të varfërve dhe mos lejo që fatkeqësia e tyre të jetë pa shpresë. Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd. O ati mirë, dëgjoje klithmën e njerëzve që gjenden në fil të vdekjes. Dërgojua engjëllin tënd t'i ngushëlloj. Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd. Le të ndjejnë të gjithë të mërguarit dashurinë tënde. Le të kthehen në adheun e vet dhe një ditë të arrijnë në adheun e amshuar. Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd. Le ti pushtoj dashuria jote mëkatarët e mjerë. Të pajtohen me ty dhe me kishën tënde. Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd. Pranoj me mirësi ata që kaluan nga kjo jetë. Le ta përjetojnë plotësinë e shëlbimit tënd. Ki mëshirë, o Zot, për popullin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shenjë të roftë emri yt, të ardhë mbretëria jote, u bën vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyjt i deshe që biri yt të pësonte për ne mundimet e kryqit, për të na liruar nga pushteti i djallit,
Bëj që ne shërptorët e tu ta fitojmë hirin e të ngjallurit, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm Ati e Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen. Të dashur dëgjues, patët mundësinë që së bashku me ne të lutni mbrëmsoren këtë të premte të javës së 18 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrëm nga java e 2 e psalterit, na ndihmoft kjo lutje. Në vazhdim ju lë të qëndroni në shoqëri me emisionet të radhës të Radio Marisë së Kosovës, një zë krishter në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.